Të rinj po orientohen gjithmonë më tepër drejt arsimit profesional në juglindje. Kjo vjet e re nga numri i shtuar i aplikimeve për të regjistruar pranë shkollës teknike profesionale. Shohim një rritje nga viti në vit të kërkesave për arsim profesional, kryesisht për degët që ofron shkolla profesionale teknike, që për fat mirë janë gjitha drejtimet që lidhen me kërkesat e tregut punës, jo vetëm në qarkun e Korçës, por edhe më gjuar. Shohim një interes madh për drejtimin shërbime mjetesh transporti apo termohidraulik, dhe vazhdon të mbetet në preferencat e nxënësve të klasave të nënta drejtimi TIK. Andrej Shali është në vit të fundit në shkollën teknike profesionale në Korçë. Ai tregon se nëpërmjet arsimit profesional ka nisur edhe punë dhe sot ka një zanat që do t'i hyjë në punë për të ardhmen. Disa shokëve që kanë qenë përpara dhe e prindërve, pas na mbush menda duke ardhur këtu, pam të tëra gjëra që bëjnë profesorët edhe punojnë. Punojnë në Tiranë dhe punojnë me ashensorë. Tërë proceset elektrike që bëjmë atje, bazat i kishim marrë në shkollë e kishim më të lehtë për t'i mësuar. Më shumë për një zanat. Në një kohë kur në Shqipëri shumë kompani po vuajnë për punëtor, shkollat profesionale duket se janë çelësi për të afruar të rinjt me tregun.